Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun xhalla xhelalu e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutem na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizoj me furnizim pastër dhe halal. Allahu xhallal xhelalu lutem që na mësoj atë që na bën dobi, e të na bëj dobi me atë që na mëson, e të na shtoj diturinë dhe urtësinë. Po kthehemi pas një shkëputje me pyetjet e depozituara. Atëherë le të shohim pyetjen e parë për sot. Thot, hoxhë nderuar, po shohim në përfaqet e internetit një vlerësim të veçantë mbi agjërimin e këtij muaji edhe të Ashuras dhe një lloj agjërimi të veçantë i quajtur matem ku nuk hahen disa ushqime dhe nuk pihen e kështu me radhë. Atëherë këtu kemi disa gjëra të përziera bashkë. E para, agjërimi i muajit Muharrem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, agjërimi më i mirë, e përmendëm dhe mas namazit sot, agjërimi më i mirë mas Ramazanit është agjërimi i muajit të Allahut Muharremit. Kjo është e para. Pra pëlqehet dhe preferohet agjërohet ky muaj në mos i tëri sa më shumë prej tij. E dyta gjë, në këtë muaj kemi Ashuran, pra dita e 10 e muajit Muharrem, që në disa transmetime ose në disa libra përmendet që është e trashëguar qysh nga profetët e mëhershëm. Pra thuhet që e ka origjinën qysh nga Ademi alayhis salam, e trashëguar tek Nuhu dhe të gjithë pejgamberët. Dhe një nga, le të themi, mini argumentat e kësaj është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka agjëruar Ashuran para se me qenë profet. Dhe kurajshitët e kanë agjëruar Ashuran para se me ardhi Islami. Domethënë ka qenë nga mbetjet e pastërta të fesë së Ibrahimit që ishin në Mekë, disa gjëra që manifestoheshin. E treta gjë, Ashuraja nuk lidhet patjetër me ngjarjen e kobshme të vrasjes së Imam Husajnit radhiyallahu ta'ala anhu, nipit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka të bëjë me një ngjarje tjetër, po në historinë islame në të njëjtën datë është shënuar dhe një ngjarje e kobshme, vrasja e padrejtë dhe me zullum e Hazreti Husajnit radhiyallahu ta'ala anhu alayhi salatu wassalam në të njëjtën ditë, pa në ditën e Ashuras, dhe që më vonë pastaj ka marrë dhe ngjyrë tjetër, por faktikisht Ashuraja e ka vlerën si Ashura. Ngjarja ka ndodhur në këtë datë, pra nuk është se ka të bëjë kjo me këtë. E treta gjë, agjërimi i Ashuras, ose e katërta, nuk e di si pikë, është ditë e shënuar në Islam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam përmend se ndër vlerat e agjërimit të Ashuras është se fal gjunahet e një viti, dhe e ka agjëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para Islamit, mbasi u bë muslim, pra me kuptim mbasi u bë profet dhe nisi Islamin, e ka agjëruar gjatë kohës Mekës derisa ka ardhur në Medinë. Kur ka ardhur në Medinë, është shfuqizuar si ditë e obliguar dhe ka mbetur si ditë sunet. Dhe është fut në fuqi si obligim Ramazani. Dhe ky është rasti i vetëm në Islam që kemi shfuqizim nga ligji më i lehtë në një ligj më të ngarkuar. Se në përgjithësi shfuqizimet në Islam kanë ndodhur nga më i vështiri tek më i lehti, nga më i ngarkuari tek më i lehti, përveç ditës Ashuras, nga një ditë ka shkuar në 30 ditë apo në 29 ditë. Një vit para se me ndru jetë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, po të jetoja, pra sikur e ka pas për atë inspirimin nga Allahu që ky është fundi i jetës tij, po të jetoja edhe më, do agjëroja edhe ditën e 9 të muajit Muharrem, Tasua. Pra ajo që është më e preferuar në Islam është të agjërohet dita e 9 e muajit Muharrem edhe dita e 10 e muajit Muharrem. A preferohet edhe 11, ka një mendim që thot preferohet dhe 11, argument kështu fiks nuk ka, po çfarë thonë ato që thonë preferohet dhe 11? Kanë thonë duke qenë se hyrja e muajit hënor
ka ato problemet e veta, aja qëllon, ase qëllon, atëherë kanë thonë me qenë mrena agjëro dhe 11 që ta kapësh 10. Ky është një mendim, po më e sakta që qëndron nga mendimet është 9 edhe 10, sidomos në këto kohë ku shikimi i hënës dhe gabimi i kalendarit është shumë minimal në krahasim me kohët që kanë qenë më përpara. Agjërimi duke bërë një lloj përjashtimi, pra hahen ca gjëra dhe pihen ca gjëra duke pas parasysh faktin se Imam Husein a.s. ka vuajtur, domethënë në këtë kohë në shkretëtirë etj. Kjo nuk ka argument për të në Islam. Nuk ka argument për të në Islam, sepse ne themi kur bëhet një adhurim, duhet patjetër të mbështetemi ose ke libri i Zotit ose ke suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk mund të marrim si argument ne, për shembull, asgjë tjetër për sa i përket adhurimeve, o duhet të jetë në Kur'an ose duhet të jetë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose të gjithë sahabët të binë dakord që kjo gjë është prej adhurimeve, edhe pse ndoshta s'ka jetë Kur'an apo hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kështu nuk ka, domethënë, kështu që kjo gjë nuk është prej mënyrës se si agjërohet edhe prej mënyrës se si mund të afrohemi tek Zoti. Edhe pse ata kanë vuajtur Zoti na takoft me ta në xhenet, edhe pse ata janë prerë në besë dhe shumë pak përmendet kjo gjë që Imam Husein a.s. është prerë në besë nga banorët e Kufas. Edhe sahabët shumë prej tyre i kanë dalë rrugë, i kanë thonë ore, s'ka besë ke këta njerëz. I kanë dalë Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Abbasi, këto çunat e ri, rinia sahabëve që kanë qenë si moshatarë me njëri tjetrin. Po edhe të tjerë, or i kanë thonë mos shkon në Kufa. I ka thonë Abdullah ibn Zubair, hajde në Mekë. Se në Mekë ishte muhabet tjetër, ai megjithatë ai nuk ka pranuar, domethënë edhe si më thonë është mbështet në një peticion që kanë bërë banorët e Kufas dhe i kanë thonë hajde se në besën tonë do të mbrojmë. Kur ka shku ky afër Kufas në vendin e quajtur Kerbela, s'ka dal njëri me mbrojt, s'ka dal njëri me mbështet. E pren në besë. Për këtë arsye është transmetuar nga familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ehli Beiti, mallkimi mbi këta njerëz, se e kanë pren në besë nipin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai pse nuk shkojnë në Damask? Pse nuk shkojnë në Basra? Pse nuk shkojnë në Egjipt? Po pikërisht në Kufa. Shkojnë në Kufa sepse aty kishte lidhje, se Aliu radhiyallahu taala nuk ka jetuar një pjesë të jetës tij në Kufa, etj dhe kishte raport tjetër dhe marrëdhënie tjetër. Dhe nuk është e vërtetë dhe nuk ka asnjë transmetim të saktë që Jezidi të ketë urdhëruar, transmetim të saktë flasim për libra çfarë s'ka, që të ketë urdhëruar vrasjen e tij. Nuk ka asnjë transmetim të saktë. Madje familjen e pejgamberit alayhis salam, ata që kanë mbet nga Kerbelaja, i ka marrë në Damask, i ka futur në pallatin e xhilafetit dhe i ka kthyer në Medinë pa ju prek asgjë. Pastaj sa thuhet për libra, se si thuhet në për libra etj. As nuk e përmenin për hajër këtë njeri, pra Jezid nuk e përmenin për hajër, por edhe nuk mund ta ngarkojmë me diçka për cilët nuk ka asnjë argument. Personi që e ka bërë këtë gjë, e ka bërë se kishte frikë se mos i humb pushteti në Kufa dhe e bëri këtë gjë, si më thon, për të rarë rahat, si më thon, nga kjo lloj gjë që mund të çonte pas në një kryengritje popullore, sepse ishte dikush që po vinte nga gjaku dhe nipi pejgamberit e sam, dhe normalisht që populli do i mbështete. Ajo që domethënë nuk përmendet është fakti që banorët e lanë në tradhti. Banorët e lanë në tradhti dhe ai është prerë në besë. Dhe normalisht në Islam konsiderohet vrasja e tij padrejtësi, sullum, gjëja më e keqe që na ka ndodhur neve si muslimanë, domethënë që përmend në histori vrasës nipin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po kjo nuk do të thotë që ne të bëjmë një lloj agjërimi që s'ka përmend as Zoti dhe as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po një lloj solidarizimi, për shembull, le të jetë kjo një formë solidarizimi. Nuk është përmend kjo gjë, pra as familja e pejgamberit as Ehli Beiti i asaj kohe, vitin e dytë nuk e kanë bërë këtë lloj solidarizimi, pra nuk e njeh Islami këtë lloj gjëje. Që ta kishin bërë ato për shembull dhe thëshim gjë, është tradita e Ehli Beitit me e bë këtë punë, por nuk ka ndonjë transmetim. Hoxh thot, bashkëshorti im ka vjetorin e vdekjes, ditën e
premte, xhuman. A mund ta shtym thot deri në ditën e diel, sepse njerëzit janë në punë, pra ta shtym një datë, ta shtym sa i bjerë, dy ditë mrapa, ose ta çojmë të dielën përpara të premtes. Me që njerëzit janë në punë dhe të kenë kohë që të vinë. Përgjigja është si më poshtë. Islami nuk i njeh këto për vjetornat e 2 vjetornat e 5 vjetornat. Për çfarë mlidhen njerëzit aty? Për të hongër i drek, për të bo gallat, për të bo muhabet. I fusin dhe i tikën ke varrezat mësnej kështu sa për qokë, sa për të bo qokën. Kështu që nuk i njeh Islami këto gjëra. Çojeni datën para, çojeni datën mrapa, s'ka lidhje në fenë e Zotit, pa nuk po bëni mëkat me fjalë pse e çoni para për mrapa, bila ajo që preferohet, po të isha unë për shembull, ato lekë që të harxhohen atë ditën për vjetor, me boj pos për shpirtin e vdekmit, me i çuke i xhami që po ndërtohet, me ia dhoni jetimi, me i çu diku me boj sevap dhe shpërblim, e jo me bë për vjetorna ku dëgjon etj. Si tha njëri, tha, ishim në i drek morti, tha, vallai mo tha ka shku shumë mirë, tha vetëm ma hengu mungonte. Kështu që këto gjona nuk janë të preferuara. Po bëj kursin e patentës, jam 37 vjeçe me 4 fëmijë. Burri me lejon pasi e kemi të nevojshme. Mirë po vjerri, qysh kur e ka marrë vesh, thot, nuk më flet as mua, as burrit. Dhe ndihem shumë keq pasi jam bërë shkak që me bashkëshortin, ne me bashkëshortin nuk kemi asnjë problem, ai më ka shtyrë madje që të marr patentën, mirë po vjerri është bërë shumë keq për këtë gjë. Ai kemi hyrë aty në hak. Ky vjerri këshillohet që një javë rresht të marrë 1 litër dhallë me pak krip ta pi në mëngjes edhe 1 litër në darkët. Që duhet vjerrit, që bën nusja, si i bën nusja muhabetet me çunin e gjitha, që i duhet vjerrit? O plak matuf. Shifër jetën tate, shif plakën, ruj plakën ti, mos ruj nusën e çunit. Aman më vlla se na e plasët shpirtin për Zotin në këto muhabete. Ç'duhet ty se ç'a bën nusja çunit? Si su bodi herë njerëz valla për Zotin. Një herë më u bë robi, njeriu është mirë, në jetë. A është haram që mami im ja merr babit fshehurazi parat? Nuk ja merr për gjëra koti, po babi nuk i jep. Dhe mami ka të nevojshme për vete, po edhe për ne. O i lumshin durët mami tatë, o Zoti e rujt mamin tatë, o sa mirë ja bën këti, pasha Allahun. Shumë mirë ja bën. Po mirë që qeka i qikë si i matu fepsur ky që s'kuptoka kur i kanë parët nga xhepi, elhamdulillah. Kështu që i lejohet mamit ta bëj këtë gjë me këtë lloj babe të çuditshëm. Zoti u zoft. Argumenti hindi vjen tek pejgamberi sa se i thotë pejgamberi i Zotit, Ebu Sufjani është shumë dorë shtrënguar ose ne e pas i lek. Shpenzojte. I tha pejgamberi sa se khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Merr sa të nevojitet ty dhe për fëmijët e tu. Kështu që mami është në rregull. Sa mos akuzosh mamin për hajdute, o të falë Zotin. Dua të di se çfarë mund të bëj për pastrim për dhomën time të gjumit, pasi aty kanë fjetur vjeri dhe vjera, në shtratin ku unë po flej, unë dhe burri. Kjo ka ndodhur thot pa lejen tonë, pa ka shku plaku me plakën, vjeri me vjerën dhe kanë flet ke krevati i dhëndrit. Po kështu thot vjera, thot na i ka qel, pra i ka qel gjitha dollapet. Dhe kjo çështje po na shqetëson, thot, sepse ne si çift duhet kemi privatësinë tonë. A duhet ta pastrojmë me ujë të kënduar? Po jo, ja mos e vrit menin ajër inshallah. Po plaka i ka pëlqyer krevati, ka thonë ta bëjmë një herë pleqnike krevatin, se që ka i mirë. Që mos e vrit mendjen. Po vejni çels dhomës, a ne blejni krevat mirë pleqve që të kënaqen dhe ato pleqnia të lozin me njëri tjetrin ku kam çefti. Kështu që thuj burrit
t'ja blejnë edhe aty një krevat inshallah të bukur, të mirë, të kënaqen dhe ato. Se ka herë ke parasysh i ngelin njeriu të pishmolliqe nga rinia. I Zotë di ato ndoshta kanë pas flet me shilte, kanë pas flet me pastiqe, me postiqe, kështu që tani ndoshta flejnë divan të shkretnit, e kur kanë pa krevatin aty u ka ik truni. Kështu që bleni një krevat mirë për pleqt, që edhe ato të lozin e të kënaqen në këtë fundjete. Edhe këto 300 vjetë që ju kanë ngel. Një familjar joni, musliman, është martuar me një vajzë të besimit katolik. A llogaritet kjo se edhe ky ka ndruar fen, pasi ky nuk shkoi me këtë vajzën katolike në xhami për të bërë martesën. Ajo goca pretendon se ka ndru fe, sepse ka agjëruar Ramazan u bë 2 vite rresht. Dhe unë prej natit i uroj vetëm festat e besimit katolik. Se kam pas me qëllim të keq. O ty të shplaft mortja për femër që je o Zoti i Madh. Budallaqe femër je, pasha Allah. Ajo goca huj, pa agjëron Ramazanin u bë 2 vjet. Ti thu burri që është martu me këtë, ka dalë nga Islami, është bë katolik pse u martu me katolike? O popull, ignorant. E dyta, tani kjo nuk juron festat islame, se kjo bo 2 vjetë që agjëron, po kështu, juron festat, festat. Kështu që ty, që ke bo pyetjen, falendro Zotin që s'ta dim adresën, se pasha Zotin të kishim arrestu, vallaj, bilaj, për të kisha gjonë dorë, 6 muaj kisha fut në burg, pasha krijuesin, të kisha gjonë dorë, po elhamdulillah s'kam gjonë dorë, kështu që rrije qetë. Kështu që pendohu për këtë lloj gamorliku që ke bërë, për këtë lloj ideologjie që ke në kokë, dhe mos bëj veprim pa pyet, o të falë Zoti. Për Zotin, po na boni me diabet me këto pyetje që po boni, vallahi bilaj. Në një ditë kur të shohësh Hoxha Ahmet Kalaja, shpallet me diabet të shkallës 3. Mëna burr pas Zotin, mos u bot njerëz më vëlla. Dohet të di është normale që të bësh falje mbi varrin e të vdekurit e të bësh trakte. Vllai babai tim shkon për vizitë për herë të parë, madje as nuk ishte prezent në ditën e përcjelljes së vllait të tij, pra babait tim, mbas 5 muajve vjen dhe falet aty mbi varr e ku dëgjon e tjerë. E para gjë, mos paragjykojmë. E dyta gjë, nuk është normale që të bëhet falje ke varrezat. E treta gjë, ndoshta ky i ka fal xhenazën të vdekmit. E katërta gjë, nuk ka pse njeriu të përdhosi varrin. Pra, shkove ti tek varri vllait, pe diçka që s'të pëlqeu ty, se ndoshta sipas teje bien ndesh me fen, ti nuk mund ndërhysh tek varri. Ti nuk mund ndërhysh tek varri, edhe sikur të ketë aty gjona që s'përshtaten me Islamin. Si jeti më zotni? Ai i vdekur, Zoti e mëshiroft, përderisa ka fëmijë, përderisa ka familje, logjika është shkova bone dua, shko ke familje dhe gjokon pak e varri 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, nuk është mirë për të vdekurin. Po e të bësh ti ndërhyrje, të rregullosh, e të prishësh, e të heqësh të se s'ka lidhje me Islamin, kush jeti më zotni? Imam Mehdiu jeti ka ardhur me rregullu botën. Shino Allah hallin ta sikletin ta, lejnë njerëzit në hallin e vet, në dhimbjen e vet. Trind merren dhe me ty tani njerëzit. Prap dalim ka ajo që duhet me qenë njerëz, duhet me qenë njerëz. Kjo është sfida jonë më e madhe. Kamran Hall thot me një familjarin ton që e kemi gjak. Nuk di çfarë të bëj, thot dhe si t'ja gjej anën. Sa herë që më shikon, më mallkon. E ka inatin me mamin e vet, nonën time që e mbaj unë në shtëpi.
sa herë që zbres më shikon dhe më mallkon me dur e me kokë dhe me gjithçka. I thash avash kur mallkon, merr frym thellë, se mos të bjerë ndaj tension se i dhe i vjetër, më pa shtren. Ndonjëherë më shtrembron fytyrën duke pa nënën time, domethënë mamin e vet. Po unë i them, shikoj se se ato motrat tunë që kthejnë llafën, mos u merr më mua se e ke keq, i them unë. Ndonjëherë më vjen gjuna, po s'kam se t'ja bëj me këtë njeri. Aman të lutem, jep një zgjidhje. Thuj sa herë ta shofësh selam aleikum. Çado që thot ai ti thuj selam aleikum. Domthon kjo po i man nonën, ky e mallkon. Po mallkimi i këtij nuk të zën. Mallkimi i këtij kthehet këtij në kokë, pingull. Kështu që stresit zero, sa herë që ai të thot diçka, thuj ta dhon Zoti këtë që po thua ty, ta dhon Zoti ty. Desha me të pyet, a bën mu ngjesh të këto gratë për me ngel 7 zën? Si mu ngjesh, mu fërku me gratë 7 zën? Nëse bëhet fjalë për fërkim trup me trup, që mund t'jetë besytni, s'bën. A nëse ke për qëllim me ngjesh, me kuptimin me shku ka ato plakat që merren me mitrat, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Kam një hall shumë të madh dhe një fije e perit po na ndan situatën. Jam e martuar, kam 2 fëmijë, jetoj me burrin dhe prindërit e tij. Jam e përkushtuar totalisht familjes dhe problemi im është se vjera çdo 4-5 muaj më plas sherr me burrin kot, sa nuk vritemi. E fundit ishte në ditën e 2 të Kurban Bajramit dhe nuk flas me burrin, ftofem totalisht drejt në Bajramit, pasi burri dhe kunati u ngritën nga tavolina. Vjera uli kokën poshtë tavolinës dhe se çfarë hodhi dhe çfarë tha. Unë nuk e di se çfarë bëri, po ajo u nervozu dhe tha asgjë, puna është që sa herë zihem me burrin më del në ëndër ose vjera ose gjarprit dhe jam ndalse po mikën në mendje, ndërkohë që duhet të shërbej gjithmonë edhe burrit, edhe vëllezërve të tij, edhe nënës tij. Dhe të gjithë janë distancuar nga nëna e tij sepse e din që ajo merret me gjëra të çuditshme. Ndërsa unë dhe fëmijët e mi nuk kemi qetësi dhe na është bërë aq toksike shtëpia, nuk e di çfarë zgjedhje mund të na ndihmosh. Çfarë zgjedhje ta mund dilnin vetë, bini rahat. Përderisa situata është e tillë, dilnin vetë. S'keti për detyrë më kujdes për vëllezërit e burrit, ja po kujdesur për fisin. Treshtohet fisi dhe të merr stimata. Një ditë po haja bukë dhe i thash djalit më sillte një gotë ujë, reagoi vjerri dhe tha jo, mos ja sill. Unë u shokova aq shumë si nën, se si nuk e lejon ai fëmijën të më shërbej mua, ndërkohë që xheneti është te këmbët e nënës. Plak matuf quhet ky. Ky quhet vjerr, por ky quhet plak matuf. Duhet nxjerrë shitje. Inshallah po e blen dikush me çuroje, nami pallat, nami vadh delesh, nami ferm lopësh. Ose ta japin për pjesë këmbimi. Vetëm me këtë sjellje që ka bo vjerri, i lejohet nuses të kërkoj me dalë në vete, vallaj, bilaj, për Zotin. Kush është ky që i thot nipit mos i çau imamit? Kush është ky? Po si nuk u boti herë njerëz valla për Zotin? Si nuk u boti herë njerëz valla, robi munohet me qenë në jetën e tij ndaj herë njëri valla. Kjo nuk është sjellje njerëzore, pasha Allahun. Ç'është kjo lloj tradite valla? Si shërbehet femrës, shërbehet gruas, kush jeti more? S'ta varin fëmijët e tuaj, do më umor me nipër dhe me mbesat, me kriju autoritet. Matuf insan. Kam një shoqe të martuar ka 2-3 vjet. Kam një shoqe të martuar, ka ja 2-3 vjet, si dhe ky dhe burri i kësaj, s'është besnik ndaj kësaj. Jo se kam gjuna i gjë, pa e di se që unë një atë gocën dhe shkruan në rrjetet sociale dhe një shoqe tjetër tonës. Dhe unë i thash asaj gocë që kështu bën burri jot me shoqen tonë dhe me i gocë tjetër.
nuk e di a kom bo mirë, a kom bo keq. Hajë inshallah, a I ke tregu. Iku mua bet. Mirë, keq, mirë, iku. Po faktikisht nga njëon mirë e ke bo, përdesa që që e ka kurvar, pra përdesa që e ka I til, këtej me gruat, këtej të ushkujt me gocat tjera dhe me shoqet e grus, shumë mirë e ke borë. Po nuk e di si përfundon në historia tani, na kishte tregu si përfundon, do ishte më mirë se na bën e kurioz. Më bëri shumë përshtypje diçka që dëgjova nga një njeri që fliste në emër të fesë këtu në Shqipëri dhe tha: nëse ne shkarkojmë një aplikacion për namazin dhe për kohët e namazit, dhe pas një kohë kemi frikë ta fshim aplikacionin, s'duhet ta fshim sepse na vjen një fatkeqësi dhe na ndodhin gjëra të këqija. Kjo frika që ndjejmë na qenë nga intuit dhe jo vezves për shejtanit. Pra nëse ti ke shkarku në celular, ka thonë ky gomari insan, nëse ti ke shkarku në celular një aplikacion fetar dhe më vonë do me e fshi, do të ndodhi fatkeqësi. Ky duhet arrestu urgjentisht. Na jep emër mbi emër, numër celulari, ti bëjmë denoncim dhe ta arrestojmë. Pra njerëz që përhapin besime supersticioze, besutni me ngjyra islame. E ke parasysh si puna aty në që ta shef fatin me Kur'an. Çfarë do me boti? Thotë ja ta shoh në Kur'an. Prap e hap ai, po I doli një ajet për mirë, ka vërtet smar, po I doli një ajet xhehenemi, ka vërtet skeq. Ky tani çfarë bën? Pra e vesh besutnin me ngjyrë islame. Edhe ky tipi me fjalë, thotë po e fshive një aplikacion fetar, namazit apo diçka e tjetër, e ke në kopë. Nuk ka kush e arreston për Zotin. Mas marrën falja xhumasa, duhet me I fal sunetet në shtëpi? Duhet jo. Po mund t'i falësh në shtëpi, mund t'i falësh në xhami. Duhet? Jo, duhet. Kur bëjmë njet për umre, për shembull kam heq disa kursime, po njeti u prish se ato lekë mu deshën. A marr gjuna? Jo, s'ka lidhje fare. Mund të ke kursy lek një për haxh, për shembull. Mirë, po I doli operacion, I doli gjë dhe I prish ato lek për haxh apo për umre, nuk hyn gjuna ke Zoti. Se Allah e ka lidh me mundsinë. Mundësia nuk mu dha se duhesha me bë X gjë. Kështu që s'ka dert kur I thon vëllezërin ton të Kosovës. Punata sillet shumë keq me mua, dhe se e ka shprehur se ka qëllim të më ndajë nga burri. Unë ja ktheva me të mirë dhe thash po ta fal se jena njerëz e gabojmë. Ajo prapë më ktheu me arrogancë dhe më tha: lyp falje. Tash më thotë se nuk kam të drejtë me fol me burrin e saj, ndërsa ajo me burrin tim fol, e kesh, fol e qesh. Mi ka idhnu të krejt antarët e familjes dhe bën gjithmonë shpifje për mua. Para familjes burrit bëhet diktu është shumë fetare se ka mbulesë falet pesko. Po e diun vallai sa hallën që keni ju për Zotin e madh. Nëse ajo ty të ndalon me fol me burrin e saj, ti duhet ta ndalosh burrin tat që të flasi me atë. 1-1, që të bëni barazim. Kështu është puna. Ti nuk e ke problemin me kunatën, ti e ke problemin me avdallin, që s'del mbrojtje, që nuk I zgjidh punët, po ide juve çafkat me I zgjidh muhabetet me njëna tjetrën. Më thash, s'keni burra ju, se t'keni burra tamam, nuk I lejnë burrat me bë kështu muhabetesh me njëna tjetrën. Kanë vdek burrat, edhe pse janë gjallë, edhe ju silleni kështu me njëna tjetrën. Kam kaq vite që them stakfirullah, po edhe shqiptimi në vete mbase e kam thënë edhe stakfirullah.
Po më thot njëri që nëse e ke thonë me stakfirullah, është shumë keq dhe ke hyrë në gjuna të madh. Aman, thuj këtij tipit që ka le në qabe, ky që i di gjonat fiks fare, futi i tas lalt. Sa kam ditë, thuj dhe më thonë stakfirullah, çfarë problemi ka? Nuk e ka thonë me g, e ka thonë me k. Çfarë problemi ka? Allahu e di zemrën, Allahu e di niyetin. Direkta, me k dhe me g, apo me kalkale. Mami im nuk i ka plotësuar vitet e punës për pensionin, për disa nga vitet e punës kooperativës nuk janë një shteti fare, i duhet paguaj afërsisht 2.4 milion lek të vjetra sigurime që t'i dali pensioni 100.000 lek pension. A lejo që ta paguajmë ne për non? Po lejohet, nuk ka asnjë problem. A quhet padrejsi ndaj gruas kur burri ju shkruan grave të tjera me lloj flirtim, sepse i herë lexova filtrimun. Dhe a lejohet gruaja t'i mbaj mëri që ai të reflektoj se me të mira ky burrim nuk merr vesh. Lejohet motër. Maj qëndrim që të heqi dorë budalli nga këto muhabete. I Zoti më dhe alhamdulillah. Po si su bot njerëz i herë, më pash Zotin më. Bonin e herë kur të keni kohë njerëz. Të paktën me part-time, jo 24 orë, po të paktën part-time bonin njerëz në herë. Ka i paske gjithë të pyetje mëra mërë gjitha, Po shpëtova sot nga diabeti, dijeni se s'ka për të mëzoni inshallah kur më diabeti. A lejo të shkohet në haxh me lek borxh, që unë normalisht kam mundësi ta laja të borxh. Pa kam shumë vështirë t'i mdel lekët kështu shpejt. Nuk ka problem, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Ideja është mos më hyn borxh që më myt veten e familjen. Ama nëse është një borxh që ti e ke me shpresë të Allahut shumë të thjesht për ta shlyer, etj, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Ti nuk e ke obligim. Aman, nëse merr me mirë kuptim edhe i ke hapësira dhe mundësitë për ta shlyer borxhin, je okay, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. A bëjmë mëkat ne si familjar që një personit familjes i japim qetësues për nervat pa e ditur ai, sepse nuk e përballojmë dot, as me ofendimet që bën dhe as me agresivitetin që ka. Vetëm me doktor, pash Zotin, mos e merrni në qafë krejt. Konsultoni me mjekun specialist, e në tak, i pjani pikat, e në këtyne që ish kalun këto pyetjet më përpara, gjeni ca pika dhe për këto, bim rehat. Jam në një zonë ku disa njerëz për punë të fesë kanë thënë, i thonë vetes hoxhallar, thot njëri prej tyre ka thënë që dashi duhet të jetë një vit e lartë për të qenë kurban. Hadithi thot për delen edhe 6 muaj e lartë. Edhe 6 muaj thot, tekstualisht thot, edhe 6 muaj e lartë. Pra edhe po që 6 muajshe e sipër vlen kurbani i deles. Dhia duhet 1 vit e lartë, lopa 2 vjet e lartë, dhe veja 5 vjet e lartë. Dërsa ky hoxha që thot 1 vit e lartë, na jep një emër mbi emër, ta denoncojmë tek Myftinia e Tiranës, ta rrasim në burg inshallah. Ndërsa një tjetër thot, po në zonën tonë ka thonë që deri në ditën e 3 pranohet Kurban Bajrami. Pra dita e Kurban Bajramit, dita e 2 dhe dita e 3. Kurban Bajrami vlen ditën e Kurban Bajramit 1 plus 3 ditë mbrapa. Dhe kjo nuk është çështje medhhebesh, pra nuk është se ka i medhheb valla që thot 2 ditë, 1 plus 2. Të gjitha medhhebet e kanë 1 plus 3, të gjitha medhhebet. Kështu që edhe këtij tjetrit na jepni emrin mbi emrin, të çojmë Myftinisë Tiranës, ta rrasim burg inshallah. Prit se që ka dhe i tjetër.
Njoni ka thonë, thot, pra po në zonën tonë, thot, këtu nga fshatrat poshtë të Tiranës, thot, ditën e parë quhet Kurban Bajram dhe vlen si kurban, ditët e tjera shënohet si sadaka. Adresën, emër mbi emër ta arrestojmë inshallah, që mos t'i mësojmë njerëzit. Këta janë xahila, ignorant, nuk e di, ndoshta kanë mbetur në për xhamia nesës. Po do ishte mirë që ky personi që ka bë pyetjen të më çojë emër mbi emër të gjithë secilit prej tyre, e kam sinqerisht pasha Zotin, të flasim me ftiun që ti thrasi, se këto janë gjëra minimale kur ai nuk din kur bëhet kurbani, e kur quhet kurbani, e çfarë vlen për kurban. Merren këtu të flasin njerëzve për nikahun, të flasin njerëzve për talakun, të flasin njerëzve për gjëra, nëse besoj se bën kështu muhabetës, këtu ju ka ngel feja ke kurbani, kaq. E rëndësishme, amanet e ke ti o vlla që ke bë pyetjen, këto tre situatat mi çojsh në mesazh privat me emër, me mbiemër, kush janë këta njerëz që nëse drejtojnë xhamia, ti jo të arrestojmë, se s'kemi gjë në dorë, po ti pezullojmë inshallah. Kam disa fleta dhe fletorë që kam shkruar më herët, dhikrat edhe lutjet. Çfarë të bëj? Ka dy zgjidhje, ose të hapësh një grop, edhe ti groposësh, edhe të tretën me dheu, me bismillah, ose ti djegësh. Kjo janë zgjidhjet. Gjatë lindjes më kanë propozuar që të bëj dondu kordon ombicial, që është dhurimi i gjakut nga kordoni i kërthizës, i cili mund të përdoret për të ndihmuar dëshuruar fëmijë me leukemi ose sëmundje të rënda. Është e lejuar në Islam, s'ka asnjë problemi. Është një lloj kontributi për të shpëtuar jetën e tjetrit, lejohet. Megjithse ajo që kemi lexuar është mirë, po fatkeqësisht nuk ndodh, është që kur ndodh lindja të pritet sa më shumë, i orë të pritet, që mos pritet shpejt ai kordoni, në mënyrë që çfarë ka në barkun e nonës prej të gjitha benefiteve që ka krijuar Zoti si mbrojtje për fëmin, të gjitha të transmetohen, të shkojnë tek fëmia dhe pastaj të pritet kordoni. E rëndësishme për sa i përket pyetjes, lejohet, nuk ka asnjë problemi. Edhe shif për shembull nonat e vjetra, gjyshet tona apo nonat tona që kanë pas lind nëpër ara, llogaritet ti sa të vite në vet ajo me prej kordonin fëmis. Edhe gjithë fëmijët e asaj kohe kanë lind të fortë, të fuqishëm. As vaksina s'kan bën mas lindjes, e ka marr fëmin në prejën ajo, ndoshta edhe barrën e drunve në krah ose dengun e thonave në krah, e ka shkuar në shtëpi me fëmin prejën. Ajo lindja që ka zgjat derisa i ka ardhur në vete, derisa ai ka preku dëgjon etj, subhanallahu, është bo fëmia i fortë, e s'ka pas kështu muhabetes që ne ngjojmë sot. Përshëndetje, thot ai e lodh. Valla e mlodhi çike, mlodh, kom bërë sa lëvizje të gjata. Më ka lëndu vjera jem, thot valla. Pra pasha Zotin, thot vjera më ka lënduar. Hajë, inshallah, çfarë më bë? Si e para? Sepse tu shku në për plumtore me fëmin tem e ka çu. Vjera merr ka fëmin dhe e çoka në plumtore. A di ç'është plumtoria? Janë këto plakat që plasin plumin në ujë. Dhe burri po don më shku prap ta ajo dhe po më thot mua dhe fëmijëve të tij më shku me ta. Çka më bë se fytyrë nuk po kam qejf me ja pa. Ky nuk e din, por ashtu dhe ndjen në veten. Aq sa më ka lëndu, sa që me fjalë nuk po muj. Hajë inshallah, mos lejo që fëmia jot të shkojë në për këto plumtoret. Amon, nëse burri thotë do shkojmë ke nona për vizitë, duhet të shkosh, s'ka lidhje kjo me atë muhabetin tjetër. Kjo është gjë tjetër dhe kjo është gjë tjetër. Përkundrazi, inshallah, me e këshillu. Sa s'ka një të keq, po thjesht kanë mbet sa gjëra dhe e bëjnë edhe me dëshirën e mirë, se mendojnë se plas sy ju e ku dëgjon, muhabetet e epokës së bronzit. Agja jem, para 2 vite unë nda me gru,
ndërsa fëmijët e saj jetojnë me nanën e tyre. Ish gruaja a shku tek një shok italian me nejt që 2 vjet. Ai qysh kur ka lind vajza, ja ka lyp vajzën e vogël. Do më thonë, nusja e xhajës është nda me xhajën, iku. Ka morë gocat me vete, iku dhe kjo. Tani ka shku kë i shok italian me nejt. Me nejt kë italiani nuk rrihet, po italiani ka fillu punën. Okej. E qysh se ka shku kjo kë italiani, xhaxha i ka thonë, më kthe vajzat. Tash a italiani ka thonë axhës tem. Nëse donë me të kthy gruaja, vajzën e vogël ma len mu ta birësoj me dokumenta. Po du me leqit axhën, a kam drejt që është leqit? Në qofse xhaja e bon këtë? Po e boni këtë gjë. Vllazërit e motrat e axhës po rrinë distancë ndaj këtij rasti. Ama unë kur qysh sun po me acceptu me e kuptu. Me e pranu. 2 vjet e ka majt axhën në banesë kur i ndodhi rasti ndarjes. Tash s'po muj me e pa me sy. E rëndësishme, s'lejohet në këtë rast me e dhonë fëmin italianit, e gruaja mos kthehet, çfarë problemi ka të shohë jetën e vet? Pse patjetër duhet më kthy gruaja. Po ky italiani që ve ka kështu kushte, çfarë është ky vëlla? Që thotë po desh me të kthy gruaja, i thotë këtij, le mu ta birësoj gocën tate. O rrot, thirrë menjes o rrot. Tani kjo po pyet për pozicionin e saj. Ty s'ka duhet me gocë, ti mund ta këshillojsh xhajën edhe kaq marrën historia jote. Ti s'mund ta marrësh, s'po më ha baba jot, do më mohu ti. Ç'pun ke ti këshilloj edhe kaq marroj historia jote, këshilloj, thuaj o xhaj kjo nuk është normale, etj etj. Ej Zot na fal. A lejohet si blerja e masave? Kjo pyetje mund të jetë bërë vetëm këtu ke ne 3 herë. Po në privat mund të jetë bërë ndoshta 800 herë. Dhe po e përsëris edhe një herë, o njerëz, mos e përsëritni më këtë pyetjen se lejohet si blerja e macave. Hadithi që ndalon nuk bën fjalë për macet e buta, bën fjalë për macet e egra. Një njeri të fesë kam dëgjuar që thojte se tespit janë nga budistat, a është e vërtet? Tespit lejohen në shumicën e dietarëve të Islamit. Se nga e kanë origjinën, si e kanë origjinën, nga mund të kenë ardhur. Kjo nuk është gjëja që ne mund ta zgjidhim tani. Ajo që ne zgjidhim tani çfarë është? A lejon tespit apo jo? Lejohen. Ka një mendim që thotë jo, se është për ngjasim, okej, është një mendim. Po është një mendim i dobët ky, ose një mendim shumë i vakët, edhe i dobët mund të thuash. Mendimi më i saktë i dietarëve të Islamit që lejohet. Pse? Çdo gjë që ty të ndihmon për të bërë një adhurim nuk ka asnjë problemi. Po bëj me gishta, o vlla, unë duhet të bëj për shembull, le të them, kam qejf me veten time, të bëj 1000 herë istighfar. Duhet vlla ta bëj 1000 herë. Me gishta ngatrohen, po e di Zoti, po unë duhet ta bëj edukat timen. Për këtë arsye Sheikhul Islam Taymija, për këtë arsye dietarët e mëdhëbeve, të gjithë thonë që nuk ka asnjë problemi. Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Pse shkon kapësh me një mendim, ndërkohë që gjithë këta thonë s'ka asnjë problemi. Madje ka për dietarëve të mëdhenj që thotë është mirë nëse të kujton, bëhet sebeb me të kujtuar Zotin. Kështu që s'ka asnjë problemi. Ka thonë njëri, po le të thotë puna ati është. Inshallah ka pas një jetin e mirë. Nëse burri pin alkoolin dhe e mbajmë në shtëpi, mundem unë më u fal në atë shtëpi, është e lejuar? Po, duhet më u fal, jo mundem. Duhet më u fal, çfarë lidhje ka pse burri e pin apo është në shtëpi? Ti mundohu burrin ta udhëzosh në Islam të falin ai namaz, mos e fal fare për alkoolin një herë. Thuaj burr është mirë më u fal, është mirë më u lut, shko falun në xhami për xhumë. Pse duhet më bë muhabet alkooli burrit?
Më falë që të shqetësoj, po më ka dhënë dikush një gur nga kisha e laçit dhe thjesht ja pranova që sa ktheja dot, pavarësisht se unë nuk e besoj se kjo mund të më bëjë ndonjë dëm apo dobi, po thjesht më erdhi zor me ja kthy. A kam hyrë në shirk apo jo? Përderisa nuk beson, nuk e hyn në shirk, ama gabim ke bër. Neve muslimanëve nuk na lejohet. Pra edhe sikur thotë dikush, o hoxh, thot dikush ty, kam pruj gur nga filan xhamia e vjetër e ndërtu para 1000 vjeç. Merr këtë gurin për të hecmar. Çfarë do i thosh ti? S'lejohet, shpaganizëm. Pra ne nuk është se kemi problemin se ka ardhur guri nga kisha e laçit, edhe të kisha ardhur nga xhamia e Delvinës, e Kalas Delvinës apo nga xhamia e Borshit, gur nga xhamia e Borshit, do të thoshim të njëjtën gjë, nuk lejohet paganizëm. Se dikush mund ta lidhi pastaj se ke parasysh, jo më nuk ka lidhje. Ne nuk e kemi besimin ton me gur. Ne besimin ton e kemi me Allahun. Gurët shkojnë në vind. S'kan gjë në dorë, tha Omeri radiallahu anhu. Pasha Zotin, tha sikur mos ta kisha pa pejgamberin sa se që të puth pra si adhurim, kur nuk do të kisha puth. Guri i zi që ka zbrit nga xheneti. Jo më gurin e kishës apo xhamis apo tejqes. Pra ti nuk e dal nga feja me këtë që ke bërë, por ke bërë gabim. S'do ta pranosh, dhe unë jam musliman, mba halal, po në fenë tonë nuk lejohet me pranu tilla gjëra. Edhe kaq. Jo pse është e kishës, po edhe po sikur të ishte një xhamie, prap nuk më lejohet. Pra nuk është problemi alergjik kjo punë, po është problemi doktrinor. Një afërm sa herë që shkojmë me vizitu të shtëpia na fol me duart lagura. Na fol me kuptimin na përshëndet. Subhanallah, e njëjta folje përdoret në gjuhën arabe për dorëdhënien. E përdorin arab. Thot hadithi, inma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Ty do të mjaftonte të folshe me duart e tua kështu. Fjala është an taqula bi yadayka. Kështu që çudia çfarë përdorimi, ha? Është për të habit. Thot sa herë që shkojmë ke shtëpia e saj, thot na fol, pra na takon me duart të lagura. A mos është kjo magjia apo çfarë? Mund të jetë dhe fiksume. Ndoshta mendon se ju e keni marrë mësysh edhe tak, ju kap juve me dur të lagda dhe shkon lan dorën tek në jenë edhe lahet. Po mund të jetë edhe çmenduri, po mund të jetë edhe magji, po mund të jetë edhe fiksume tek pastërtia. Allahu din më së miri që nuk është normale, nuk është normale. Atëherë si bëhet zgjidhja? Pyetet robi. Oj, si e ka emrin kjo? Zeliha, po. Pse ti neve në takon gjithmonë me dur të lagura? Na shpjego dot? Ose për ndryshe s'do të takojmë. Kur shkosh ke Zelihaja, thuj, selam aleikum Zeliha, si e mirë Zelihaja dorën kështu, dora si patllake, si shpatë Zelihas. Ose vish dorashka, kur t'japi Zelihaja dorën, thuj aleikum selam, po si jemi Zeliha, a je mirë, nga shtëpia si i ke pas. E në të mori dorashkën Zelihaja mrapsh. S'ka më nuk ka. Në një xhami në Gjermani, kur thirret ezani, më thoi të dy gishave të mëdha fërkojnë syt dhe i puthin. Më kanë thënë kjo se është një dua për takim me pejgamberin alayhis salam. Sa rond për Zotin. Ka e kanë gjetur vëlla, edhe në Gjermani e pasan çu bidatin vëlla. Alhamdulillah. E bën kështu ato kur thirret ezani thotë ashhadu anna Muhammed Rasulullah. Po s'ka argument për këtë gjë, nuk ka argument. Gjysha ime ka dërguar dikën në një vend të gjysha ime ka dërguar dikën në vend të saj për haxh. Dhe a ka të drejtë gjysha ime të dalit të bëj bajram në përfis, sepse po i thonë që duhet të rinë në shtëpi derisa të vi haxhiu. Po vdiq haxhiu, bë haxhin e gjyshës dhe vdes atje për shembull. Gjyshi arrest, si quhet arrest shtëpie. Ama në pash Zotin nga gjeni këta gjëra. Pa, jo më nuk ka lidhje fare kjo punë.
Jam e fejuar prej kaq vitesh, po përmend vitin që mos të bëjnë lidhje kush e ka bërë pyetjen. Dhe nga mundësitë e mira të jetuarit në Shqipëri, i fejuari vendoset të ikit të jetojë jashtë shtetit. Dhe ndodhet atje prej afërsisht kaq vitesh. Po këto kohët e fundit ka filluar të më akuzoj sikur unë merrem me një mashkull tjetër. Ndërkohë që unë i kam kapur atij mesazhe me një femër tjetër. Sa jeni të fejuar, i pi durët këtij. Sa jeni të fejuar. Nëse ky ka këtë lloj sjellje, tani merr mend të jetosh 300 vjet me këtë lloj burri. Të shpifet kanceri, veremi, spaljatroza, diabeti, të gjitha smundjet që ka bota të shpifen. Kështu që falenderoj Zotin që jeni në fejes, edhe selam aleikum thuaj këtij, vazhdo jetën tate, se ky nuk qen ka normal. Këshill për hatër të Zotit, hiq dorë për këtij njeriu. Sa është vonë. A e kupton? Skizofren valla. Skizofren vallahi bilaj për Zotin. Të bëjnë gjëmën valla. Pasha Zotin këto të vrasin, vallahi bilaj për Zotin. Ke tradhtu thotë, hajde mushja mend që s'e ke tradhtu. Ke ik në ahiret, ke dal ke Allahu. Dëshmor. Po në një barnatore, i thonë farmacisë, dhe kthimi i kusurit po më frikson. Mos po hyn hak klientit, për shembull nëse blen ai 6 okë, pagesa duhet të jetë 96 cent, ndërsa ne marrim 1 euro. Dhe në fund të ndrimit se cilën herë nga pak centa pazari rritet për ato që i merr shefi jo ne, për ato i merr shefi jo ne. Përgjithësi në Kosovë centat i injorojnë. Dhe shumë pak kthehen klientelëve. Unë si punëtore mos po ngarkohem me këtë gjë, sepse realisht nuk përfitoj asgjë. Nëse është në traditën e njerëzve që këta i lejnë, nuk ka problem. Mos u stresoj, në rregull, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë cent është më, apo cent ka i ditë, si ta që azim leti dhe për ditë ka i në plan të asë është mom, në plan i qelbët dhe për ditë ka i në plan. Kur jemi një orë, nuk kemi qenë asë njëri për nesh të kapur në fe dhe në besim. Po familjarët me njëri tjetër nuk janë takuar, sepse vllai im jeton të jashtë dhe s'kishte mundësi të vinte, ama burri im e ka marrë miratimin prej babit tim. Dhe mbas pak kohë jemi uzu të dy, elhamdulillah, duke mësuar pak nga ligjet e fesë dhe besimit, mësuam se ç'është nikahu. Por duke qenë se vllai im jeton të jashtë dhe unë doja shumë të kisha prezent atë në nikah, tash burrit ta shtym. Pak, duke qenë se familjarët e dyve e dishin që ne po lidhemi dhe baba im ishte dakord dhe e kishte pranuar burrin tim. Pastaj isha shumë siklet se ndjesha në faj dhe e bëm gjithsesi nikahun, por një afër më thotë që kam bërë gjunah të madh dhe imoralitet që kam jetuar me burrin tim, si në kohën që të dy kemi qenë të pauzuar dhe që unë kisha prezantuar burrin me familjen me traditat tona shqiptare. Dhe si në kohën që uzuam, por nuk kishim bërë nikah. Madje ka arritur deri aty që më thotë duhet ta ndërpres martesën sepse e kam ndërtuar mbi imoralitet. Kësaj shoqës tate, po të kishte gjykatë islame i pritej gjuha. Po të isha unë gjykatës. Jo gjuhën, krejt për i cep gjuhës e kësha prerë për Zotin. Stakfirullah. Kjo shoqja jote është ignorante, xahile shumë e madhe, dhe mos e mbaj më për shoqje, tregoja këtë videon tim me kësaj shoqës tate dhe thuj ka thonë hoxha, të kisha gjën në dorë, të kisha arrestu ty 3 vjet, pasha Allahun, të isha gjykatës unë kadi, dhe të më vinte kjo çështja, pasha Allahun, shoqen tate e kisha fut 3 vjet në burg, pasha Allahun. Vetëm se flet në fenë e Zotit me padituri. Kokra e ignorantës, i thot ju jeni në moralitet, madje thot duhet ndërpritni martesën. Kjo sot na falo Allah. Motër jeni në rregull, mos e vrit mendjen, Zoti ju a boft jetën e marrë e mirë, çka ka kalu, u trashëgofshi, Zoti dhon marrësi. Ndërsa këtë shoqen këshill për hatër të Zotit përjashtoje nga lista e shoqërisë. Sepse të jetë njeriu kaq i guximshëm, të flasin punë e fesë dhe të besimit me kaq kompetencë, është njeri i rrezikshëm.
Largoje nga jeta jote për hatër të Zotit këtë lloj personi, sepse nuk futet tek njerëzit. Ca vite më parë kisha një shoqe që rria me të tek parku ku çoja fëmijët. Ishte e martuar dhe me fëmijë. Një ditë mora vesh se ajo po i vardisej burrit tim. E merrte në telefon dhe ngacmonte, po burri nuk ja vari dhe më tregoi mua. Që atë ditë nuk i flas më, mirë po tani mbas 7 vitesh që ka ndodhur kjo, flitet për të nëpër fshat se kjo shkon me disa burra të tjerë të martuar. I ka dalë nami se është pika. Unë kisha një shoqe që merrej me këtë dhe e paralajmërova shoqen time që mos rri me këtë, se kjo ta merr burrin. Nuk i thash që e kanë akuzuar për zina, po thjesht i thash që shkon lart e poshtë. A kam gjuna të Allahu që ja zbulova këtë të metë asaj, po jo më mirë ke bërë, lana Zotit shpërbleft. Po çfarë metë më, kjo është ku thret qameti më. Kjo që e ka me patent, kjo që e ka me patent ndërkombëtare, ti thua kam bërë gjuna që e kam zbulu. Ty halal qoftë që i ke tregu shoqet, sipas se qenë të i bërë namin. Tu në xhamin e Kehlit ku ke kontribuar dhe ti, unë s'kam kontribuar, jo, po kam bërë thirrje, çka kam kontribuar? Ku ke bërë thirrje, mi fjalë dhe ti, derisa u ndërtu, ka bërë një improvizim tek fëmijët. Mësuesja e xhamisë e ka improvizuar Qabën dhe si bëhet tawafi në Qabë, dhe ka vendosur dhe një karrige për të improvizuar gurin, dhe sapo e kemi hedhur në faqet e xhamisë, dikush na u ka drejtuar që është haram. Ani pse ajo ka qenë jo për adhurim, po thjesht me mësu fëmia. Ky dikushi që ju ka drejtuar që kjo gjë është haram, boni blok. Blok. Ignorant, ekstrem. Për çat keq që ka mua më improvizu fëmijëve Qabën, si bëhet tawafi, si bishen rrobat e ihramit. Kur të keni kohë, bëhuni njerëz qoftë edhe me part-time, 2-3 orësh. Bëhuni njerëz. Bëhuni njerëz me part-time kur të keni kohë. Mos rrini gjatë gjithë kohës 24 orë jo njerëz. Po me çfarë, ku e merr guximin një njeri që flasin fenë e Zotit pa qenë i ditur? Shkruan aty, thotë nuk lejohet kjo që keni bërë se është haram. Çfarë drejtë? Zoti thotë dhe mos thoni për diçka kjo është halal dhe haram me gjuhët tuaja pa pas dituri. Dhe ka konsideruar Allahu të folmen për fenë mëkatin më të madh, më të rëndë se sa shirku. Hoxh pash atë përgjigjen e Marianës, Allahu shpërblet me të mirë, nëse ke mundësi me prek pak më shumë sistematik, ashtu si di ti, se ka shumë vëllezër që janë mosha jon, që janë të sprovuar me këtë muhabet, po ju vjen zor me pyet. Por mirë pra kanë trajtuar që Mariana është haram në Islam. Është gjuna. Shkatron nervat, shkatron sistemin nervor, fillojnë halucinacion. Si quhen? Halucinacionet, Fillojnë ato mendimet obsesive, fillon njeriu të krijojë histori, ngjarje duke parë gjëra, ndërkohë që s'ekzistojnë. Pra nëse Islami ka ndaruar pijen alkolike, që nuk sjell asnjë lloj efekti të tillë, nuk ka dyshim që kjo është edhe më e ndaluar akoma, sepse e çon njeriu në vetvrasje, e çon njeriu në shkatrim sistemit nervor, e çon njeriu të jetojë me mendime dhe jetë obsesive, e çon njeriu në halucinacione, e ku dëgjon etj. S'ka dyshim që është haram, nuk ka dyshim. Është ndryshe kur përdoret për mjeksi, për ilaç është muhabet tjetër. Ndërsa mua përdor me u pi si tym, si duhan, absolutisht nuk lejohet në Islam. E kemi marrë vesh se bebja është me një veshk. A lejohet aborti ndërkohë që është në muajin e 7? S'lejohet. Jo në muajin e 7, po edhe sikur të ketë kaluar muaji i 4, 120. Ka hyrë 121, nuk lejohet më. Jo më në muajin e 7 që s'lejohet absolutisht. Sprov quhet kjo, Allahu më. Pastaj ka njerëz me një veshk që jetojnë normalisht.
Kështu që nuk duhet më u stresu të kjo pjesë. Çfarë të ketë bo Zoti kismet? Sprov për Allahut. Kam vjerë në shtëpi për darkë dhe po më thot, kur të ka vdek një pjesëtar i familjes, në shtëpi kur mbush vitin do blesh një gjë të re. E pse për shembull për gëzimit që vdiq, se kështu i bjerë, me që mbush i vitin, blej gjë të re që shqyqy që i ku njoni, ama në pash Zotin që në të muhabet, e pash Zotin e ma, alhamdulillah. Thuj vjerës ha dargën, thujën e, ke drejt, thuj, hec, selam aleikum. Burri im kujdeset për mua, për në të njëjtën kohë kujdeset dhe për nusën e vllajt vet që është atë zën. Dhe unë kam filluar ta xhelozoj këtë lloj situate. Dhe i them, lëre burrin e saj të kujdeset për të, ti ke vetëm një grua, kujdeset për gruan tënde. Burri im më tha që kjo është një xhelozi e tepërt në Islam. Hoxha, dietari i Islamit, filloi ta ndaj tani me Islam ky. Ky tha, kjo është një xhelozi e tepërt në Islam. Dhe më tha, këtë xhelozi e kanë zemrat e zeza. Po më vlla, po, vazhdo me nusën e vllajti. Fërkoi barkun. Dhe më tha që unë njëherë kujdesa për ty dhe për atë kujdesin e kam si familjare, me që është edhe 7 zënë. Si gjykon ti këtë, a kam të drejtë sepse shumë po xhelozoj për këtë lloj situate? Sepse nuk më duket normal që ai të ketë kaq shumë kujdes për një femër që nuk është për të mahrem. Sepse unë nuk i lej burrat që nuk janë mahrem për mua të kujdesen për mua, as të më shikojnë, as të jap dorën e kështu me radhë. O motër, ti je në rregull, po. Ky mund të jetë edhe kaq naiv, se i dhimbse ndoshta mos e vllajt apo dëgjon etj. Po ti ke të drejtë 100% me fjalë, dhe ky shqetësimi jot është me vend. Dhe ky tipi që thot ti me Islam je gabim dhe ke zemër të zezë, ky duhet i fusi tas llall, mjest i tas llall në drekë dhe i tas llall në darkë, dhe llallti duhet të jetë mbi 1 litër, jo poshtë 1 litri, edhe të ketë pak krip edhe duhet të jetë shumë i ftohtë, që t'i ftofen edhe trunt përveç barkut. Është një fermë, 1807 është e ferma që ka i muslimoni? Ta çojmë ke ferma VIP. Është një fermë që ka një vëlla muslimon 1807. E këtij tipit nga që i duhet kaq shumë llalt, le të lidhet me këtë vllajën tek ferma 1807, ja siguron ai llalltin bio. Nëse nuk i dim akoma salavatet, a quhet namazi i sakt? Okej, pyetje e bukur kjo. Kjo quhet pyetje fiqhu, shqyr që dorin ke i pyetje fiqhu. Atëherë salavati sipas mëdhëbeve është obligim. Çfarë quhet salavat? Tek Hanbelit ka gjë të bukur, thot, po thetin namaz, Allahumma salli ala Muhammed, e ke thon salavatin. Pra edhe po nuk e ditë të plot, e ke shly detyrimin. Kurse ka me thebe tjerë që e kanë sunet, ka me thebe tjerë që e kanë vajib. Kështu që pas stres, derisa ta mësosh thuaj Allahumma salli ala Muhammed. Pastaj avash avash, kur ta mësosh, nuk ka problem. Në një pyetjen tënde për qëndrimin në shtëpi të gruas mbi 60 vjeç ke thënë se duhet 3 muaj. Jo, është gabim ortografik. Qëndrimi i gruas në shtëpi mas vdekjes së burrit është 4 muaj e 10 ditë dhe nuk ka lidhje mosha, dhe nuk ka lidhje demonstracionet. Ai që kam thonë unë 3 muaj e kam ngatruar me atë të divorcit, me pauzën e divorcit. Pauza e divorcit, nëse është në një moshë që s'ka menstruacione, rrin 3 muaj sipas Kuranit. Ndërsa kjo mas vdekjes së burrit është 4 muaj e 10 ditë dhe nuk ka lidhje mosha dhe nuk ka lidhje me menstruacionet. Kështu që ajo që kam thonë unë është gabim nga ana ime. Pra kam gabu, kam menu diçka tjetër, jam përgjigj për diçka tjetër. Zoti shpërbleft personin që na solli pyetjen. Para disa viteve ne nuk kemi pas as shtëpi dhe nëna ime ka rritur 10 jetim. Dhe në atë kohë kemi kanë vetëm në shator. Nuk kemi pas shtëpi. Ç'është shatori?
Çadër ushtrie, po. Dhe nëna ime I ka çu parë te tezja për me I rujt, derisa të marrojmë një shtëpi. Por tani masi e kemi marrë shtëpinë tonë, nëna ime ka shku ke tezja me alyp parët. Ata kreti kishin thonë pare s'ke. Nënën time e kanë sharë, e kanë maltratu, e kanë fyr me fjalë, ne jemi kanë të vegjël në atë kohë, po tani e kena kuptu rastin, pse o hoxh I kanë hyrë nonës në hak, 14.000 euro ja kanë morë, kurse nëna ime me 10 fëmijë e ka pas jetën shumë vështirë, derisa në ka rrit. Një përgjigje të lutem e dur prej teje, çka I pret ata njerëz që hanë hakun e jetimit, zjarri I xhenemit. Mos bofshin hajër, o Zoti mot, mos bofshin hajër. Zjarri I xhenemit I pret ata njerëz që hajnë hakun e jetimit. Ka thonë Zoti në Kur'an, Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara. Ata që hajnë pasurinë e jetimit pa drejtësisht faktikisht ushqehen me zjarr xhenemi. S'kan për të bo hajër këta njerëz, vallahi billahi, pasha Allahun. S'kan për të bo hajër. Vallahi billahi. Kështu që nona jote duroj, elhamdulillah që Zoti e ka bo marrë e mirë, ka Zot lart, ka ditë gjykimi, hajër inshallah. Deri kur e ka obligim të falet një grua 7 zën, pra kanë për qëllim kur I fillojnë dhimbjet apo deri kur I plasin ujërat. Deri sa të lindi, nuk ka lidhje as me dhimbjet as me ujërat. Se mund të plasin ujërat mëngjes e lind ndargët, gjatë gjithë ditës duhet falet, s'ka lidhje. Nëse lind fëmia nga lindja e mrapa derisa të pastrohet. Dëgjova që nëse merr lehtësimet nga medhebi në medheb mund të rrezikosh dalje nga Islami. Tani për ta pas më të qartë, si qëndron kjo çështje. Ka njerëz që, për shembull, çfarë lejohet në diçka që sipas medhebit ti është haram, ai gjen ku lejohet që ta bëjë. Pra gjen në çdo lloj medhebi ku ka lehtësime dhe krijon një lloj gjëje që përshtatet, thotë, këta e kanë thonë Shafit, s'ka gjë, po këta e kanë thonë Malikit, s'ka gjë, po nuk I lejohet njeriu që të lëvizi kështu, sipas Islamit. Madje ka një fjalë të urtë të dietarëve të fikut që thotë men iltafaqa tazandaqa. Kush lëviz nga medhebi në medheb për lehtësim, ai del prej feje. Pse? Sepse nuk mund të jetë lehtësimi kriteri I zgjedhjes. S'mund të jetë lehtësimi. Ti ose do të kash arrit në një grad që quhet ijtihad dhe ti s'ke nevojë për asgjë, ose je në fillim mësimit dhe ecën me I medheb, ose ke kalu fazën e fillimit dhe mund të bësh dallim në një çështje, vallai nuk më qetëson, unë jam Shafi për shembull. Po vallai ke puna e prekjes mashkullit për femrën, nuk më qetëson zemra, më I qetë ke ky mendim, nuk ka asnjë lloj problemi. Njeriu del nga medhebi sa është I bind në një medheb tjetër. Ama me qenë fillim, edhe me fillu me I bë studim gjithave, thotë, ja, unë mendoj kjo, po jo më zot nisjeti. Kur ti ke mësu për fen, për shembull të themi 10 vjet, e mësu me mendimet, je mësu me argumentat, me kundra argumentat, me mënyrë se si diskutohet diçka, me mënyrë se si, atë është gjë tjetër, sepse ti ke kalu fazën fillestare, ama me qenë njeriu në fazë fillestare, apo hiç, ti ku ka mendim më të lehtë merr, kështu që është e saktë kjo fjala, është shumë e saktë. A është keq që fëmia e posa lindur të flejë natën zbuluar, domethënë pa nap ose pa shami, dhe pa një shishe ujë afër, se këto të shtëpisë po na thonë që mos e ma zbuluar dhe pa një shishe ujë afër, për çfarë do të pi ujë ai bebi? Do të çohet natën me pi ujë? Ai zoti më dha, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Besytni. Çon ka një pyetje me z, ta ngjoj? Hajde çfarë thot. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxhë nderuar, Allahu trujt mas pari. Shpresoj që je mirë. Hoxhë, e kam një pyetje. Subhanallah, më ka bënë një pyetje një hall. Unë çdo spori herë jam të një, që nëse dikush ka në hax ose ka shku tash bedel për burrin e vdekur, dikush në hax
që gratë nuk po guxojnë me dal prej shtëpisë, po duhet me nejtë të shtëpia ose subhanallahu s'po di çka më thon. A është e vërtet që kjo mu po m'duket që nuk është e vërtet se subhanallahu s'por herë jam të eni qëto dhe që kom mundësi vish me më spjegu është kja budallaki që thu ti apo të këtë bëj me fe. Faleminderit shumë, Allah i shpërblet. Selam aleikum. Budallaki, vëlla, budallaki. Ej, zoti më, alhamdulillah, pra nëse ka shku dikush bedel për i burr të vdekur, grus ti, ajo ishte tjetra e para. Grus ti nuk lejohet me dalë për shtëpi derisa të kthehet bedeli. Po nëse vdes bedeli në Medinë për shembull, ngeli kjo është shkreta, ngeli arres shtëpia. Çmenduri e sapi. Gjyshi im më kalon një amanet, kur të bëhet varrimi, më tha, merre buqetën e luleve nga arkivoli dhe hudhe nga njerëzit, që të shikosh kush e ka radhën mas meje. Pas ka qenë gjysh hokatar, ka dash ta kthej mortën në situatë gazmore. Kjo nuk është e vërtet dhe mos e bëj. Ky është një amanet që nuk lejohet çohet në vend. Pra ka amanete që s'duhet me i çu në vend dhe ky është një amaneti që s'duhet çu në vend. Si ato që kanë thonë për shembull, kur të vdes merrni një orkestër ke varri, më knoni Arabaçi me ku. Jo, po s'lejohet, pavarësisht se është kaderi Allah, po s'lejohet, është si të veproj burri im vjen nga puna dhe rrin telefon, nuk fol fare, largohet nga shtëpia me pretendime se kam puna, i kthehet në orën 12 natës shtëpi dhe më bën mua me fajs se ti si je mirë, si të veproj, unë thot, jam dhe shtatzën, jetoj në Itali. Qatë të mund në shkreti për Zotin, unë mendoj që në këto lloj rastesh, vjet një familja jote, pra i thu babit, i thu nonës, i thu vllajt, kështu është situata, vinë këta edhe unglen me këtë njeriu, me këtë insanin, unglen dhe i thonë, është zotni, a e martu me gocën tonë? Po. Kjo lloj sjellje nuk është normale. Ndoshta më i thonë edhe babës burrit edhe nonës burrit, edhe më mbledh me këshillu për hatër të Zotit. Nëse ky pastaj vazhdon në këtë sjellje, atëherë o do të durosh gjithë jetën, këto 300 vjet që do të jetojsh me të, në këtë lloj sjellje, po e bajte, ose futi të ndame, kaderi i Zotit si e rasti i parë në historinë e njerëzimit që po ndahesh. Po nuk jetohet jeta në këtë lloj forme. Këta njerëz nuk e dinë ç'është martesa, ç'është familja, ç'është goca që ka ardhur në shtëpitate, kalon non, kalon bab, kalon gjithçka, të ka ardhur në Itali, o kafsh. Të ka ardhur edhe në Itali të jetojë me ty. Edhe ti sillesh në këtë lloj forme, po ty s'ka karabineri që të arreston më për Zotin e madh. Nëse Italia i ka ligje të mira për këtë çështje. Nëse kjo goca ty të denoncon ti mas 5 vjetësh del në jetë prap. S'bojeni njerëz vëlla, nuk bojeni. Edhe pse keni ikë në Itali që duhet ftjellohesh pak nga trunt, prap nuk e di se sa jeni ndjeni tek ne këtu në Kosovë është një traditë me shku me marr nusën para orës 12. A është kjo gjë fetare apo është traditë? S'ka lidhje me fen, nusën mund ta marrësh në 12, mund ta marrësh në 1, mund ta marrësh në 3, mund ta marrësh në darkët. Me fe kjo punë nuk ka lidhje. Nuk e di pse ka mbet aty ke ju, si shumë besytni të tjera që kemi ne si popull, po s'ka lidhje me fen. Me fen nuk ka lidhje. A kam të drejtë mos me bë bajram me dikë që më ka bë shumë zullum familjar i afërt? Domethënë pasi herë atje edhe pse më ka bë zullum, nuk i kam fol, po kur vi te bajrami bëjsha bajram. Po më lejohet mos me bë bajram me kafshën. Lejohet, nuk ka asnjë problemi. Përdesë ka bë padrejtësi dhe zullum, sepse të bësh bajram. Ose fale, po e pa di bor rrugë, më mirë mos u merr me të hiç. Kam shumë padrejtësi thot nga familja e burrit, 5 motra vjerra. Një gabim me botot më bërtasin të gjithë prej herë. Më tha vjeri, ke 1 javë kohë mblidhi teshat.
ku të dush, ko. Djalit të vi kur të doj, ti jo. Do më thoni ka thonë dilnin vete. Zoti i shpërblet me lamda kiti dalin vete, mirje. Ka thonë çunit vi kur det, ti mos na hajde në shtëpi edhe ty pa shumë mirë të kanë bon nërë të mëllë, ti ke dalë me burrin vete, çuni ka thonë na vi kur doj ty, mos ta shohim fytyrën. Zoti i shpërblet, po që halli keti motër, që shqetson? Ma akuzojnë thotë si kur i kanë bon magji burrit për këtë punë. Pa letë bën që denti jenë regulli e shpinë vete. Selam aleikum, thuj, kështu bëje me dorë. Dilke dritarja, thuj, selam aleikum. Dy nuset e tjera, thotë, i kanë ndarë me këto gjëra nga burrat e tyne, që e kanë gjumë, që e kanë fis qakenjsh, që e kanë qakenj. Falëndero Zotin që ke dalë në vete, thonë mos na hajde, falëndero Allahun. Falëndero Allahun që ke shpëtu prej jo njerëzve. Jam në Gjermani që 2 muaj, po kam shumë probleme me burrin. Na fol fjalë të rëndaj, kemi 3 fëmijë, nuk di çfarë më bë. Jam të vujt prej ti, po më shkatron. Ç'a të bëj hoxha? Ky burri nuk besoj se ka ndodhur dje për sot ky muhabet, ky kështu ka qenë besoj gjithë jetën. E rëndësishme, nëse duro, Allahu ta shpërbleft. Nëse s'duro, thirr familjarët e tuaj, familjarët e atij, nëse kthehet dhe bëhet njeri, elhamdulillah, nëse s'bëhet njeri, ke 2 zgjidhje, duro ose divorco. Çfarë bëj hoxha në Tiranë, unë në Tiranë ti në Gjermani. Kam dëgjuar se robot nuk bën me ulajt në lavatrice në vakt akşamit. Ja, nuk ka lidhje me fenë e Zotit kjo punë. Larg budallëve, laj kur të teket ty, vetëm mos i bësh zhurmë komshive. Në nes të lavatricën 12 natës, komshit të kërcy valle poshtë. A është gjuna ta lese gjatin namazit shtruar se më thonë është shumë keq se unë lëndë njëherë përtoj ta mbledh. Po mos e vrit mendjen, leje shtru, stresit 0. S'ka se dhe problemi, hiç. A është obligim kur të bëjmë kurban të qetim flokët dhe të presim thojt? Jo, s'është obligim. Mund t'i marrësh edhe 2-3 javë. Çfarë problemi ka? S'ka lidhje. Ai më premtoi në emër të Allahut dhe pastaj masi mbaroi gjithçka nuk e mbajti premtimin. A quhet besimtar ky njeri? Ai quhet gjunaqar, mëkatar dhe ti budallaqe me brir ose budallaqe me zile. Po pse çdo njeri që të premton ty në emër të Allahut edhe ti shkon dorëzohesh se ka përmend t'ja besën e Allahut, i ka thonë ai ujku. Dhe kjo ka rënë viktime ujkut. Tani thotë a është besimtar ai që s'majti premtimin? Ai është gjunafçar, po ti je budallaqe me zile ose budallaqe me xhufka. Gjakatri, që komenti kishe ti e shpirt? Se del zoni këtu këtë televizori, që the? Që the, se doli zoni këtu? Pa te pra thash dhe unë? Okej. Nëse një grua ka lindur, sa ditë është i liruar nga namazi, derisa të pastrohet. Mund pastrohet 3 javëshe, mund pastrohet 1 muajshe, mund pastrohet. Nëse pastrohet me shenjat e pastrimit të vetat që ka çdo femër, atëherë është deri në këtë kohë është e liruar nga namazi. Pastaj lahet, bën dush edhe fillon namazin ose agjërimin.
Sot u zgjova vonë për sabat dhe s'kisha kohë vetëm 7 minuta, mora tejemum. Ujë kisha, po thash se mos vonohem. Gabim, s'quhet. Për 7 minuta ke kohë me morë gusl, me fal sunetet, me fal farzet. Alhamdulillah. Doja të pyesë pasi jam falur, shikoj që pak flok më kishin dalë jashtë shamis dhe mendoj se kështu kam qenë gjatë gjithë namazit dhe du ta përsëris? Jo. Përdesa është pa dashje, nuk ka problem. Stresit zero. Kam një problem shumë të madh me burrin, unë jam shtatzën dhe po stresohem pa fund. Kam një lëkurë shumë të bardhë dhe pothuajse alergjike, që shumë shpesh më acarohet. Tani burri dyshon se unë e tradhtoj për shkak se lëkura më skuqet. Pasha Zotin se kam këtë mendje fare se e dua shumë burrin tim, po më duket sikur na kanë bërë të një magji se kemi shumë konflikte të përsëritura për këtë gjë dhe pa shpjegim të saktë. Urgjentisht thirr familjen tate. Thirr familjen tate, thirr familjen e burrit, merr një doktor që të jetë prezant, që ta shpjegojë këtë lloj situate, që ky njeriu të zej mend dhe mos ta akuzoj. Pastaj nëse ky vazhdon me këtë lloj sjellje, ti ke dy zgjidhje. O të durosh këto 300 vjet që kanë ngel, të jetosh me të, ose divorcohu, më mirë vuj 3-4 muaj, edhe bjerë hat për gjithë jetën. Se me këtë lloj dinosauri nuk shkohet jeta. Hoxh, kam një pyetje, a harrohet dashuria e parë? Varet nga e dyta. Po që e dyta më me themele të forta, harrohet e para. Aman çfarë muhabet është pas Zotit, harrohet dashuria e parë. Në me çfarë sikleti, ja, e që nis vetëm, s'kam siklet fare. Varet, si vjen e dyta, plumi e qit plumin, thot populli, kështu që nëse është e dyta më solide, normalisht që harrohet e para. Sidomos nëse ka qenë haram, harrohet, sepse halali është më i shishëm edhe më i omël. Esh nga ka gjetë, alhamdulillah. Kam dëgjuar një hoxh diku që kur nuk ngre shtresat, pra që flen me badani dhe nuk e ngren lart, dhe shkon flen ashtu pa e rregulluar, thotë se bashkë me ty flen dhe shejtani. A është e vërtetë se ndonjëherë nuk i kam ngrit, aman në pash Zotin e madh, alhamdulillah. Hoxha ka për qëllim që me qenë çdo gjë pastër dhe me qenë rregull etj. Po me Islam është që kur shkon ke shtrati, mos ushtrimi një herë, po pastroje me bismillah. Merë peshqirë, thuj bismillah, dhe pastroje. Po e që të flej shejtani me ty aty. Pra nëse e kanë thonë në kuptimin që a më ka një hadith që duhet pastru me bismillah shtratin, ka hadith saktë. A lejohet i gjithë Kurani me këtë lloj forme? Shive që... Pra është i shkruar gjithë Kurani latinisht, nga Al-Bekareja tek Nasi. Për shembull, Yasin është shkruar kështu me shkronja latine, wal Quran al-Hakim innaka lamin al-mursalin. Jo, nuk lejohet në Islam kjo gjë. Nuk lejohet në Islam kjo gjë, absolutisht nuk lejohet. Kurani lexohet vetëm në origjinal. Okej, lejohet kur njëri është duke mësuar për fen, për namazin, për këto gjërat, okej. Po që të heci njeriu kështu pafundësisht nuk lejohet në Islam. A mund ta mësojmë përmendsh Kur'anin në këtë lloj forme? Jo, absolutisht jo. Sepse gjuha arabe ka shumë shkronja që ne nuk i kemi. Dhe latinisht është shumë e vështirë që të qartësohet situata. Një, e para, e dyta, në rregullat e Kur'anit thotë, duhet shkruar arabisht. Është rregull kuranore kjo punë. Nuk mund të shkruhet Kur'ani në gjuhë tjetër. Thash pra ka përjashtim kur njëri është të mësuar për fen, për namazin i mëson, nuk ka problem. Po që ti ta kthesh në adhurim këtë punë, jo, në asnjë mënyrë nuk lejohet. Kam lindur një djalë dhe po më thonë që dritën e dhomës mos më e fik 40 ditë. Të çmendur.
S'ka lidhje, përkundrazi duhet fik. Duhet me çmend fëmin, se po nuk u fik drita, ajo lënda që prodhon truri për rritjen nuk zhvillohet ashtu siç duhet. Pra duhet me lënë fëmin e vogël sakat. Përkundrazi, fëmia i vogël është mirë të mësohet me gjumin nga akşami e mrapa. Çfarë bëjnë këto? E lejnë fëmin e vogël bebin gjithë ditën gjumë, e ne gjithë natën ju bën muzikë halal. Ju këndon kong nga më të ndryshmet. Kështu që bebin e vogël ditën angazhojeni, lodheni, kur të vi akşami, sa i s'ka për të falë namazin shkret, është në rregull. Ai flej gjumë si qingj, si arush deri mëngjes. Kurse këta thonë lej dritën nez. S'ka. Hoxh thot, e shoh që të mërzisin këto pyetje, thot, e marrëdhënieve të këqija, po t'jap një gjë të bukur, thot, që ta lexosh, të qeshësh ti dhe xhamati. Hajde bismillah. Do thoya që elhamdulillah marrëdhënia ime me 2 kunatët është aq e mirë sa i kam si motra. Madje unë po bëj 1 vit e gjysmë që falem dhe më kanë ndihmuar që në fillim motra e burrit. Kam jetuar me të për një kohë dhe e shikoja çfarë bënte dhe më dha shtys duke më folur, ka qenë pranë meje në çdo pyetje. E kam si motër të madhe, mashallah, dhe nusën e vllajt si motër të vogël. Do doja ta përcjellë si mesazh edhe tek motrat që ta ndjekin këtë lloj shembulli, sepse dëgjoj vazhdimisht që kunatat nuk shkojnë mirë dhe janë vetëm negativitet. Duhet të kuptojnë që duhet të jenë pjesë e pozitivitetit dhe të besojnë që ka marrëdhënie dhe të sinqerta dhe të bukura mes kunatave. E bukur kjo, Allahu shpërbleft të motër, elhamdulillah. Allahu i shtoft këtë lloj marrëdhëniesh të mrekullueshme. E fundit fare për sot, nëse prindi jep amanet fëmijës dhe fëmia e ka të pamundur ta plotësojë amanetin, si mund të veprojë? Një amanet që ngarkon gjallin me diçka që e ka të pamundur ta bëj, lirohet i gjalli nga obligimi. Madje edhe nëse është vështirësi, pra jo se është e pamundur, po vështirësohen njerëzit, po ta bëjnë këtë amanet, lirohen të gjallit nga ky amanet dhe s'kan përgjegjësi. Okej, mjaftohen me kaq inshallah. Zoti ju shpëlbeft. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.